Ilir Meta. Nisim me çmontimin e një mashtrimi të qëllimshëm, kriminal, të nivelit më të lartë, të kryer me dashje nga ana e SPAK ndaj autoriteteve amerikane. Kjo që do shfaqet tani në ekran është një letër porosi e datës 11 mars 2025, që SPAK ka dërguar në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shihni, ju lutem, me sytë tuaj si mashtron qëllimisht SPAK autoritetet amerikane, duke pretenduar, sipas SPAK, se tashmë është e provuar që zoti Meta ka përdorur të paktën 3 karta amerikane. Ky është një mashtrim, jo 100%, por 1001%. Zoti Meta kur nuk ka përdorur në jetën e tij një kartë bankare shqiptare dhe jo më amerikane, europiane apo të ndonjë vendi tjetër. Kjo provë në thojza imagjinare nuk ekziston. 0 kartë bankare të përdorur nga Ilir Meta gjatë gjithë jetës së tij. Vjojnë tani me çmontimin e një tjetër manipulimi, përpjekjen e SPAK për të lidhur gjoja ndërhyrjen e zotit Meta në miratimin e ligjit për minierat në Kuvend në datën 9 tetor të vitit 2014. Së pari dua të sqaroj se nga propozimi dhe deri në miratimin e një ligji ndiqet një rrugë e hekurt, e përcaktuar qartë në kushtetut dhe në rregulloren e Kuvendit. Projekt ligji depozitohet në Kuvend nga një deputet, nga një grup deputetësh apo nga Këshilli i Ministrave, shqyrtohet në komisionet përgjithëse parlamentare dhe në finale është votimi në seancë që vendos rrëzimin apo miratimin e tij. Por cila ka qenë procedura e ndjekur në këtë rast? Përgjigjen e jep vetë SPAK në komunikimin zyrtar të akuzës ndaj presidentit Meta. Konkretisht, në faqe numër 134, ju lutem dokumentet regjia, SPAK shkruan vetë e zeza në të bardhë, në datën 8 korrik 2014, deputetja Esmeralda Shkeau depoziton në sekretarinë e Kuvendit amendamente për 2 nene, neni 19 dhe 27 të projektligjit. Në përfundim të procedurës parlamentare, shkruan vetë SPAK, neni 35 i ligjit numër 10-304 datë 15 korrik 2010 për sektorin mineral në Republikën e Shqipërisë është miratuar, shkruan SPAK, sipas amendimeve të deputetes Esmeralda Shkeau. Dihet botërisht për gjithë ata që i ka lënë kujtesa se kjo deputete ishte deputete e Partisë Socialiste e Edi Ramës dhe jo e ish Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por fakti më interesant që nuk duhet haruar është që këtë nisëm e ka mbrojtur në Kuvend personalisht Edi Rama në seancën plenare të datës 9 tetor 2014. Ju lutem regjisë. Mirë, po ndishnim Tedi Blushin, do të shkojmë përsëri në një hapësirë publicitare.